drejt një bote më të vyeshme. Për këtyre instruksioneve, u pa se Islami erdhi që ta transferojë njerëzimin me hapa të mëdhenj në një jetë të ndritshme, me vlera dhe rregulla, dhe ai këto faza, të cilat çojnë në këtë qëllim fisnik, i konsideroi thelb të misionit të vet. Ashtu, siç e konsideroi mospërfilljen e këtyre metodave, kundërshtim dhe largim nga ai. Morali nuk është luks, pa të cilin mund të jetohet, por ai është esenca e jetës, të cilën e pranon feja dhe i respekton bardhësit e tij. Pastaj, Islami i përmblodhi vlerat dhe i nxiti udhëtarët e tij që t'u përmbahen atyre një nga një. Sigur t'i kishin përmbledhur fjalët e pejgamberit për zbukurimin me veti fisnike të moralit, do të përpilonim një libër, të cilin nuk mbahet mend ta ketë shkruar asnjë prej eruditëve reformues. Por para se t'i përmendim hollësitë e këtyre vlerave dhe atë që është përmendur për secilën prej tyre në veçanti, do t'i prezantojmë disa prej thirrjeve të tij të flakta në moralin e vyeshëm dhe karakterin e fortë. Transmetohet prej Usame ibn Sherikut, i cili thotë: ishim ulur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur mbi kokat tona kishte shpend. Asnjë prej nesh nuk fliste. Dhe kur erdhën disa njerëz dhe thanë: cilët prej robëve janë më të dashur tek Allahu? Pejgamberi tha: ata që kanë karakter më të vyeshëm. Në një transmetim tjetër përmendet se i është thënë: cila është gjëja më e vlefshme që i është dhënë njeriu? Tha: morali i vyeshëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po ashtu thotë: me të vërtetë, mbrapshtia dhe paturpësia nuk kanë asgjë të përbashkët me Islamin. Njeriu më i denjë në Islam është ai i cili ka moral më të vyeshëm. Po ashtu është pyetur: cilët besimtar kanë besim më të kompletuar? Tha: ata që kanë moral më të vyeshëm. Transmetohet prej Abdullah ibn Amrit, i cili thotë: e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: a t'ju tregoj se cili prej jush është më i dashur për mua dhe cili do t'jetë më afër meje në ditën e gjykimit? Këtë e përsëriti një 2-3 herë. Thanë: po, o i dërguar i Allahut. Ai tha: ata prej jush që kanë moral më të vyeshëm. Po ashtu thotë: në ditën e gjykimit nuk ka asgjë më të rëndësishme se morali i vyeshëm në peshoren e besimtarit. Allahu e urren të mbrapshtin e pafytyrë. Njeriu i cili ka moral të vyeshëm, me të do të arrijë gradën e agjëruesit dhe namazxhiut. Po të kishin dalë këto deklarata nga një filozof i cili merret vetëm me çështjet e reformimit moral, nuk do t'ishte habi, por habia vjen nga ajo se kjo del nga bartësi i një feje madhështore. Ndërkaq fet, si zakonisht, qëllimin e tyre parësor e kanë të koncentruar ekskluzivisht në adhurim. Pejgamberi i Islamit thirri në adhurime të ndryshme dhe ngriti shtet i cili u koncentrua në xhihad të gjatë kundër shumë armiqve. Nëse edhe krahas gjerësisë së fesë dhe fushave të shumta të veprimit para pjesëtarëve të saj, pejgamberi lajmëron se gjëja më e rëndë në peshoret e tyre në ditën e llogarisë është morali i vyeshëm. Atëherë, të dëshmuarit e kësaj për pozitën e moralit në Islam është mjaft transparent. Është realitet se, nëse feja është sjellje e mirë në mes vetë njerëzve, ajo në natyrën e vetë qiellore është lidhje e mirë në mes njeriut edhe Zotit, ndërkaq të dyja kthehen në një esencë të përbashkët. Ka disa fe të cilat përgëzojnë se përqafimi i një besimi i anullon mëkatet dhe kryerja e ritualeve të caktuara i fshin gabimet. Ndërkaq Islami nuk e thot këtë pa qenë besimi boshti i veprimit të mirës dhe kryerjes së obligimit, si edhe pa qenë rituali i papar pastrim nga e keqja dhe përgatitje për përsosmërinë e dëshiruar. Gjithsesi, veprat e këqija mund të fshihen vetëm nga veprat e mira, të cilat i kryen njeriu, dhe me to ai ngjitet në një piedestal më të lartë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që e konsekuent në konfirmimin e këtyre parimeve të drejta, ashtu që t'i kuptoj qartë umeti i tij, edhe mos ta zhvlerësojnë besimtarët peshën e moralit e ta ngren peshën e dokeve. Transmeton Enesi radiallahu anhu, i cili thot: pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: njeriu me moralin e mirë
do t'i arrijë gradat e mëdha të botës tjetër dhe pjedestalet më të larta, edhe po t'jeti dobët në rituale, ndërkaq me sjelljen e tij të keqe, ai do të arrijë shkallën më të ulët në xhehenem. Transmetohej prej Aishës radiallahu anha, e cila thot: e kam dëgjuar pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë: besimtari me sjelljen e mirë të tij do të arrijë gradën e agjëruesit namazxhi. Në një version tjetër qëndron: besimtari me sjelljen e mirë do t'i arrijë gradat e atij i cili natën falet e ditën agjëron. Transmetohet prej Ibn Omerit radiallahu anhu, i cili thot: e kam dëgjuar pejgamberin e Allahut duke thënë: muslimani mesatar në adhurim, me moralin e vyeshëm edhe natyrën fisnike, do të arrijë gradën e atyre që agjërojnë dhe falen shumë. Ebu Hurejra radiallahu anhu transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë: nderi i besimtarit është feja, burrëria e tij është mendja, ndërkaq i mjafton morali. Ebu Dherri radiallahu anhu transmeton prej tij se ka thënë: ka shpëtuar ai i cili e ka pranuar sinqerisht besimin në zemër, e ka zemrën e shëndosh, gjuhën korrekte, shpirtin të qetë dhe karakterin të drejtë. Por karakteri i vyeshëm në shoqëri nuk ndërtohet me instruksione të predikuara, apo vetëm me urdhra dhe ndalesa, pasi që nuk mjafton në adoptimin e njerëzve në vlera, që vetëm t'u thot mësuesit të tjerëve: bëre këtë apo mos e bën këtë. Edukata frytdhënëse ka nevojë për një punë të gjatë edukuese dhe kërkon mbikëqyrje të vazhdueshme. Asnjë edukat nuk mund të jetë efikase pa u mbështetur në shembullin e mirë, sepse njeriu i keq nuk lën përshtypje të mira në shpirtrat e atyre që i ka përreth. Por përshtypje të mira priten prej atij në karakterin e të cilit shikojnë njerëzit edhe afeksionohen me edukatën e tij, e i robëron shkëlqyeshmëria e tij, kurse thjesht nga mahnitja kopjojnë nga natyra dhe shkojnë me dashuri të sinqertë pas hapave të tij. Por është e domosdoshme që të arrijë pasuesi deri tek një këst i madh i mirësisë, të ketë në të pasurin sasi më të madhe dhe këst edhe më të lartë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mesin e shokëve të tij ka qenë shembulli më i lartë për moralin në të cilin i thërriste. Ai pra e mbillte në mesin e shokëve të tij këtë moral të lartë përmes biografisë së tij të këndshme, para se ta mbjell me urtësitë dhe këshillat që u akumtonte. Transmetohet prej Abdullah ibn Amrit, i cili thot: pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë mbrapshtan e as i paturpshëm dhe thoshte: njerëzit më të dalluar prej jush janë ata që kanë moral më të vyeshëm. Transmetohet prej Enesit, i cili thot: i kam shërbyer pejgamberit sallallahu alaihi wasallam 10 vjet. Edhe për Allahun asnjëherë nuk më ka thënë mua: oh, e as që më ka thënë për diçka, pse e bëre kështu, ose pse nuk e bëre kështu. Po ashtu, transmetohet prej tij se ka thënë: robëresha e kapte për dore pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe me të shkonte ku të dëshiroj. Kur takohej me ndonjë njeri dhe ai i jepte dorën, nuk e ishte dorën prej tij, derisa njeriu nuk e ishte vetë para, nuk e kthente shikimin prej tij në anë tjetër, derisa ai ta kthej veti pari dhe nuk është parë t'i nxjerr gjunjët para atij me të cilin është ulur, që do të thotë se ka qenë i kujdesshëm dhe nuk është treguar kryelart. Transmetohet prej Aishës radiallahu anha se ka thënë: sa herë që i është ofruar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të zgjedh në mes dy gjërave, ai e ka zgjedhur më të lehtën, nëse nuk ka qenë mëkat. E nëse ka qenë mëkat, ka qenë më larg se çdo njeri prej saj. Pejgamberi asnjëherë nuk ka hakmarr ndëshkuar për shkak vetes, përveç se kur janë shkelur normat e Allahut, atëherë ka ndëshkuar. Pejgamberi asnjëherë askujt nuk i ka mëshuar me dorën e vet, qoftë grua apo shërbëtor, përveç se kur ka bërë xhihad në rrugë të Allahut. Transmetohet prej Enesit, i cili thot: isha duke ecur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili kishte të veshur një gun me skaje të ashpra.
Atë e arriti në beduin dhe e hoqi fort për të. Edhe kur shikova mbi shpatullën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në të kishin lënë gjurmë skajet e gunës nga tërheqja e fortë. Pastaj tha: "O Muhammed, më jep mua prej pasurisë së Allahut që ke në disponim." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kthye ka ai, buzëqeshi dhe urdhëroi t'i jepet diçka. Transmetohet prej Aishës, e cila thot: "Pejgamberi i Allahut ka thënë: Allahu është i butë edhe e do butësin. A i jep për butësin atë që nuk e jep për vrazhdësin dhe çka nuk jep për të tjerat." Në një version tjetër qëndron: "Në çdo gjë ku gjendet butësia e zbukuron dhe prej çdo gjëje që ajo privohet e shëmton." Transmetohet prej Xheririt se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Allahu i lartësuar e jep për butësin atë që nuk e jep për koktrashësin. Allahu, kur e don një njeri, i jep butësi. Ajo familje që privohet nga butësia është privuar nga të gjithë të mirat." Është pyetur Aisha radiallahu anha: "Çka bënte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë e vet?" Tha: "I shërbente familjes së vet, e kur vinte koha e namazit, merrte abdes dhe dilte në namaz." Transmetohet prej Abdullah ibn Harithit, i cili thot: "Nuk kam parë asnjëri më të buzëqeshur se pejgamberi i Allahut." Transmetohet prej Enesit, i cili thot: "Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu me karakter më të vyeshëm. Unë kisha një vëlla të vogël që quhej Ebu Umeir, i cili kishte një bilbil të smur që quhej Nugeir. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përkëdhelte këtë fëmijë të vogël dhe i thoshte: "O Ebu Umeir, çu bë me Nugeirin?" Prej tipareve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dihet se ai ka qenë njëri bujar. Asnjëherë nuk ka qenë koprac për diçka, ka qenë trim. Asnjëherë nuk ka hequr dorë nga ndonjë e drejtë, ka qenë i drejtë. Nuk ka bërë padrejtësi në gjykim asnjëherë. Ka qenë i sinqert edhe besnik në të gjitha etapat e jetës vet. Allahu i madhërisëm i urdhëron muslimanët që ta ndjekin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në cilësitë e mrekullueshme dhe natyrën e tij të thellë dhe thot: "Ju e kishit shembullin më të lartë në të dërguarin e Allahut." Kuptohet, ai që shpreson në shpërblimin e Allahut në botën tjetër, ai që atë shpresë e shoqëron duke e përmendur shumë shpesh Allahun. Kadi Iadi thot: "Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu më i mirë, më bujar, më trim." Një natë, një zë i trishtoi Medinasit dhe njerëzit u nisën në drejtim të zërit. Për ata i takoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte duke u kthyer. Kishte shkuar atje para të gjithëve dhe u akumtoi lajmin se kishte qenë kali i Ebu Talhës duke u valvitur në tokë me një shpatë të ngulur në qafë, edhe u tha: "Mos u shqetësoni." Aliu radiallahu anhu thot: "Ne, kur ashpërsoi lufta, mbroheshim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, asnjë nuk ishte më afër armikut se ai." Transmetohet prej Xhabir ibn Abdullahut radiallahu anhu, i cili thot: "Asnjëherë kur i është kërkuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk ka thënë jo. Hadixheja i ka thënë atij: Ti kujdesesh për të varfrit, e kompenson të humburën dhe e ndihmon të drejtën." I arritën atij 70.000 dirhem dhe ju vun mbi një hastër, e ai u ngrit i ndaj dhe nuk ktheu asnjë lypës derisa i harxhoi të tëra. I erdhi njëri të lyp diçka, e ai i tha: "Momentalisht nuk kam kur gjë, por huazo në emrin tim, e kur do të na arrijë diçka, ne do ta kompensojmë." Omeri i tha: "Allahu nuk të ka ngarkuar me një gjë që s'ke mundësi ta realizosh." Pejgamberit nuk i pëlqeu kjo, kurse një prej ensarve, banorëve vendas të Medines, i tha: "O pejgamber i Allahut, shpërndaj dhe mos u frikso që pronari i arshit do ta paksoj." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam buzëqeshi, u pa si arriqi në fytyrën e tij dhe tha: "Me këtë jam urdhëruar."
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i bashkonte shokët e vet e nuk i përçante. Të parin e çdo populli e nderonte dhe caktonte udhëheqës të tyre. I përcillte shokët e vet, edhe çdo njërit që e shoqëronte ja jepte hisen e vet. Shoqëruesi i tij nuk mendonte se ndonjëri prej të tjerëve është më i ndershëm se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kush ulej me të, apo i afrohej për ndonjë nevojë, ai tregoi durimtar ndaj tij, edhe nuk largohej derisa të largohej vet ai njeri. Kush i lypte diçka, nuk e kthente pa i dhënë apo pa i thënë fjalë miradije. Modestia edhe morali i tij i përfshiu njerëzit, u bë prindi tyre, te ai të gjithë kishin të drejta të barabarta. Çdo herë ka qenë i gëzuar, ka pas natyrë të lehtë, ka qenë i butë, nuk ka qenë i ashpër apo i vrasht, nuk ka qenë zhurmues, as mbrapshtan, nuk ka qenë qortues i madh e as lavdërues i madh. Ai që i drejtohej atij nuk ja humbte shpresat. Transmetohet prej Aishës radiallahu anha, e cila thot: asnjëri nuk ka qenë më i karaktershëm se pejgamberi i Allahut. Sa herë që e ka thirrur ndonjëri prej shokëve apo familjes së vet, thoshte: urdhëro. Xherir ibn Abdullahu radiallahu anhu thot që kur kam përqafuar islamin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam asnjëherë nuk më ka penguar edhe nuk më ka treguar gjë tjetër pos buzëqeshjes. Ai bënte shaka me shokët e vet, përzihej me ta dhe bënte gara me ta, luante me fëmijët e tyre dhe i ulte në prerin e vet. I përgjigjej ftesës së robit dhe zotriut, robreshës dhe të ngratit, e vizitonte të smurin në skajin më të largët të Medines edhe i pranonte arsyetimet e njerëzve. Enesi i thot: asnjëri nuk i është drejtuar me ndonjë bisedë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e që ai ta largonte kokën, posa atëherë kur vet bashkëbiseduesi është larguar. Kur e ka kapur dikush për dore, ai nuk ja ka lëshuar dorën, derisa të lëshoj dorën vet tjetri. Cilin e takonte i jepte selam, e shokëve të vet u a jepte dorën. Asnjëherë nuk është parë t'i shtri këmbët në mes shokëve të vet, e me këtë ta ngushtoi dikë. Shokëve të vet u jepte ofiqe dhe i thërriste me emrat e tyre më të dashur, në shenjë respekti. Askujt nuk ja ndërpriste bisedën, derisa nuk gabonte. Transmetohet prej Enesit, i cili thot: kur i dhuronin diçka pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai thoshte: dërgojeni këtë tek shtëpia e filan gruas, sepse ajo ishte shoqe e Hadixhes. Ajo e donte Hadixhen. Transmetohet prej Aishës radiallahu anha, e cila thot: asnjë grua nuk e kam xhelozuar, sikur që e kam xhelozuar Hadixhen, kur e dëgjoja se e përmendte. Pejgamberi therte ndonjë dele dhe u adhuronte shoqeve të saj. Motra e saj kërkoi që të hyjë tek ai dhe ai u gëzua për këtë. Tek ai hyri një grua, e ai i tregoi mikpritje dhe pyeti mjaft për të. E kur doli, tha: kjo vinte kur ishte Hadixheja gjallë. Të qenët korrekt ndaj besës është nga imani. E respektonte farafisin e vet, por nuk u jepte përparësi atyre ndaj atyre që janë më meritorë se ata. Transmetohet prej Ebu Katades, i cili thot: kur arriti delegacioni i Nexhashiut, pejgamberi u ngrit të shërbej vet. Në këtë shokët e vet i thanë: ne do ta kryejm këtë punë. E ai u tha: këta na i nderuan shokët tanë dhe unë dëshiroj t'u kthej. Transmetohet prej Ebu Umames, i cili thot: doli në mesin ton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mbështetur në një shkop, e ne ju ngritëm atij, por ai tha: mos u ngrini sikur që veprojnë jo muslimanët, e adhurojnë njëri tjetrin. Po ashtu thot: unë jam njeri, ha sikur ha njeriu dhe ulem sikur ulet njeriu. I hipte gomarit, i shkonte pas tij, i vizitonte të ngratët, i shoqëronte të varfrit, ulej në mes shokëve të vet, i përzier me ta, ku të gjente vend ulej. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kreu haxhin me një kafshë të plogësht me të cilën udhtoi. Mbi të kishte një mburoj, e cila nuk kushtonte as 4 derhem,
dhe tha: "O Allah, ky është haxh që nuk është bërë për sy e faqe." Kur u çlirua Mekka dhe hyri në të me ushtrinë muslimane, vari kokën për kafshën e vet dhe gati sa nuk e preku qafën e saj. Tër këtë e bëri nga përulësia ndaj Allahut të Madhërisëm. Shumë heshte, nuk fliste pa nevoja, distancohej nga ai I cili nuk fliste si duhet. Të qeshurit e tij ishte buzëqeshje, fjalët e tij ishin të rrjedhshme, nuk ishte fjalë të tepërta e as të mangëta. Të qeshurit e shokëve të tij tek ai ishin buzëqeshje, në shenjë respekti dhe pasimit të tij. Tubimi I tij ishte tubimi butësisë, mirësisë dhe besës. Në të nuk ngriheshin zërat, nuk prekeshin deret. Kur fliste, I heshte shoqëruesit e vet, sikur mbi kokë të kenë shpend. Ishte stabil në ecje shihej se nuk ishte I ngutshëm e as përtac. Ibn Ebi Hal thot: ai heshte në 4 momente: në butësi, në vërejtje, në vlerësim dhe në rezonim. Aisha radiallahu anha thot: ai kur fliste, po të donte dikush, do t'ja numëronte fjalët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e donte miskun dhe erën e këndshme, andaj edhe e përdorte shumë. Ati ju nështrua bota me tër pasuritë e saj, çlirimet I vinin njëri pas tjetrit, por ai u distancua nga luksi I saj. Vdiq duke pasur këmishën e tij të hekur të një qifuti, të cilit ja kishte lënë si garanci për borxhin e marrë për furnizimin e familjes.